Problemet në zemër si dhe shqetësime të tjera shëndetësore, sipas mjekëve parandalohen vetëm me kontrolle mjekësore. Mjeku kardiolog Luter Nuraj këshillon kontrolle periodike, të cilat ndihmojnë në evidentimin e problemeve shëndetësore në fazat e hershme, kur kurimi i tyre është tepër i mundshëm. Sipas Nurajt, problemet në zemër shkaktohen nga një jetë shumë e shregullt që kryen grupmoshat e reja, ku mbizotëron konsumi i alkoolit, por këto probleme sipas tij evidentohen vetëm me vizita mjekësore. Për fat të keq, Nuraj thosë se në Vlorë mungon kultura mjekësore, me pacientët që shkojnë te doktori vetëm kur janë në gradën e fundit. Unë do të këshilloja këto gjëra, të bëjnë kontroll, është folur dhe nga mjekët e profesorat Tiranë në për televizione, duhet paktën të bëjnë një kontroll të zemrës njerëzit. Çdo fëmijë ka mundësi që fëmijë ta shohin, duhet bëjnë një analizë. Pastaj nëse ka një shqetësim për shtërsi frymare, kanë dhimbje gjoksi, kanë dhimbje mbas shpatullave, kanë pirje të krahut, atëherë janë detyruar që të bëjnë vizitën. Një analizë, sepse këtu po marrin veten një qafë, nuk ka kulturë mjekësore. Shoh shumë të rinj që janë me shumë bark, janë shumë të shëndosh, edhe bëjnë jetë sedentare, pinë sidomos birra, alkool, verë, dhe kur thonë këtu e thonë me krenari, unë piva 7 birra, unë piva 2 shishe verë, unë piva kaq. Nuk e kuptojnë që e dëmtojnë trupin në formë shumë të rëndë, sepse jo vetëm të dëmton zemrën alkooli, po dëmton trurin, dëmton organet, dëmton mëlçin. Hepari që themi ne, hepari është organi që detoksikon, që heq helmet nga organizmi. Helmet që ne i marrim me ushqimet normale, atëherë ne i fusim dhe alkoolin, i fusim me këto, atëherë kuptohet që dëmtimet janë shumë të rënda dhe pasojat janë të rënda dhe kur vinë këta, atëherë që kanë shqetësime, atëherë është vonë. Mjeku kardiolog Luter Nuraj tregon edhe rastet ku fëmijë të moshës 1 apo 2 vjeç konstatohen me probleme në zemër, një ndër to si quhet në gjuhën popullore edhe brimat në zemër. Sipas tij, këto raste janë të trashëguara, teksa nuk mungojnë as fëmijët e vegjël, të cilët në moshë fare të re vuajnë nga problemet në zemër. Duke përmendur disa prej tyre, Nuraj tregon edhe arsyen pse. Të fiturat lindin, sa po lind nga që ditë e parë, 2, 3, 4 duket se ka cianoza, ka shenja tjera, dëgjohet me vesh, ndihet me eko pasaj. Janë defektet interatriale, që ato defektet brimat zemrë, që lind me ato. Po të fituaras në çfarë moshe? Të fituarat janë pasaj nga këto që të lindurat, që të fituarat pasaj vinë më vonë ata që kalojnë reumatizmën. Për shembull, reumatizmi thonë lëpin kockat dhe kafshon zemrën në gjuhën kështu. Domethënë që shenjat i ka tek kyçet dhe ata nuk vinë për zemrën, po vijnë tek reumatologu apo te neurologu, po shqetësimet që kanë në këto dhimbjet, dhe vinë tek zemra kur ka dhënë pasojat e rënda që është prishur. Për shembull, stenoza mitrale, që është e fituar gjatë jetës, është stenoza e aortës, është e fituar nga gjithmonë nga reumatizma. Janë miokarditet, që do thotë prekja e muskujve të zemrës. Janë perikarditet, do thotë prekja e cipët të zemrës. Janë përgatitje eksudative, që thotë mbledh ujë në zemër, që ka shkaqe nga më të ndryshmet, që nga virozat, infeksionet bakteriale, që nga tuberkulozi, edhe me radhë janë shumë smundje. Po këto duhet nuk ndjen gjë nëse ka pak ujë në zemër. Likid i themi ne, nuk ndjen. Pa i likid smadhohet, edhe mund bllokojë taponat, që i themi ne, dhe rrezikon jetën. Vlen të theksohet se megjithëse konstatohen mjaft shqetësime apo probleme shëndetësore tek të rinjt, moshat e treta apo edhe tek fëmijët, kontrollet mjekësore neglizhohen në mas, duke bërë që probleme në zemër të prodhojnë më pas raste fatale për jetën.